Mungesa e mësuesve veçanërisht në lëndët shkencore po kthehet në një nga sfidat më serioze të tregut të punës. Ekspertët paralajmërojnë se numri i studentëve që zgjedhin degët e mësuesisë po bie, ndërsa një pjesë e mësuesve aktual po dalin në pension, duke e bërë gjithnjë më të vështirë zëvendësimin e tyre. Momenti ka ardhur tashmë, sepse ndërkohë që ne kemi shumë pak studentë në degët si fizika ose matematika, mësuesit e vjetër po dalin pension dhe ka më pak persona për të zëvendësuar se çka pasur ndonjëherë ndër vite. Dhe shpeshherë nuk i plotësojnë të gjitha kushtet për të qenë mësues të mirë, sidomos në degët të cilat janë shkencore ose janë më të vështira dhe kanë më pak studentë ose kanë më pak mësues. Si pasojë, kërkesa për mësues në këto profile po rritet nga viti në vit. Mbetja pa mësues, jo vetëm në Tiranë, por në të gjithë zonat e Shqipërisë, qoftë në qytetet mëdha apo në qytetet vogla, është një problem për fëmijët tanë. Pra, edukimi në vetvete nuk është vetëm një cikël i caktuar siç është universiteti në këtë rast. Është një cikël i tërë që nga shkolla fillore dhe në vazhdim, i cili ka nevojë për mësues, ka nevojë për student dhe ka nevojë për njerëz që janë të kualifikuar. Sipas dhënave të Instat, lidhur me diplomimet e vitit akademik 2024-2025, në fushën e shkencave natyrore, matematikës dhe statistikës, janë diplomuar vetëm 2% e femrave dhe 1% e meshkujve nga numri total i të diplomuarve në të gjitha fushat e studimit.